Heja, mëre edhe burri zi për grunë se shtash më kujtu. Me majt zi kur vdes dikush. Me majt zi kur vdes ndonjë antar i familjes. Në aspektin fetar, kur vdes një antar i familjes, me majt zi apo me kalu fazën e pikëllimit është 3 ditë. Përveç gruaja për burrin që duhet me majt zi 4 muaj edhe ditë. Jo rastësisht është ky rregull fetar, sepse psikologjikisht njeriu ka nevojë me përpunu dhimbjen. Duhet mu marr me çat dhimbje, sepse nëse e shtypim këtë dhimbje edhe e izolojmë brenda vetes, atëherë që ajo dhimbje ka me nu shfaq ma vonë në forma të tjera shqetësuese edhe nuk kemi me dit askah po na vjen. E kur je 3 ditë në shtëpi, merresh me veten, e përjeton dhimbjen edhe pse mërzites shumë, po nuk qyr me dal prej shtëpisë me ik prej çatij realiteti. Po rrin çaty me çat dhimbje. Ndërsa gruaja për burrin në bazë të aspektit fetar të një shtatzanie të mundshme që duhet me qëndru 4 muaj edhe ditë, nuk është rastësisht, sepse relacioni bashkëshortor është në relacionet më të afërta mes raporteve të njerëzve. Prandaj edhe procesi i përballimit të dhimbjes të gruas duhet me qenë më i gjatë. Gruaja për 4 muaj tamam e merr veten, e pranon realitetin për humbjen e burrit, edhe vazhdon me jetën. E jo me tentu me ik prej këtij realiteti, qysh na si shoqni e kemi zakon, e mandej na krijon konflikte me veten e besa edhe me tjerë, se nuk dim çka mi bo që asoj dhimbje mrena vetes e hajde t'i gjuhna dikujt.